Edhe kur unal bombardimi, tash i qumë kryet me pas çka po bëhet, kush ka pështuar. Se aty vesh kush pështon, se kush e kishin afak. Edhe defi e ka pasi pidel, kish me dora kështu dhe pidel tim. Edhe ka shku ku e ka pa cigare, ka shku e ka marrë edhe pitë cigaren. Do thot, pse më djekë cigare e kotë? Kështu që e ka hek shijen e duhanit. Prandaj, frika është mujt, s'ka pas frikë, po ka pas tmerr. E tmerri nuk ardh nga frika, po ka ardh nga pamjet që i kanë pa. Dytë burgosër kanë barë veten, për shkak se s'kanë mujt mi përballu më kësaj gjendje. Dytë burgosër kanë barë? Dytë burgosër. Kanë hyrë në dhoma në katë atje, me qashafa e kanë fur veten. Për shkak të frikës edhe po tash, nuk kanë mujt me pa veten të të vra ose të therë. Nuk kanë dashur të bien në dorë të armikut. Edhe kështu që 21 ka qenë një tmerr i përjetuar. Mas kësaj na kena shku në fushë sportit. I na ngjit nalt. Ato e kena pas bardh bashkë me Bislimin deri te nalte fusha atë lshanin e Bajicës, edhe pas disa minuta e vdiq, se kishte gjakderet të madhe, s'kishte mundësi. Tani në fushë aty kena ndajt, unë jam koni plagosën kanar, tani më adhan dimën mu për më lidh, ma lidh plagën, Bislimi aty, Kaor Berushi, Eredin Hyseni e tjerë. Aty në secilin rrëfim e kam parë të potencohet roli i jashtëzakonshëm i Bislim Zogajt. Bislimi ka kontribu shumë, sepse e ka pas edhe ka qenë i fushës mjekësis. Mjekësis, absolutisht po. Edhe ka pas guximin e mjaftueshëm, kështu që ka kontribu shumë. Po të kish pas Bislimi, Gjona, Pajisje që i murëm në atë farabollondën që e thym, edhe i murëm, edhe ata 119 të burgosur që kanë vdek, ndoshta 20-30 tjerë kishin pështu, pe durve të Bislimit, me pa pas më shumë. Cilën e keni ngjarjen ose pjesën më të rëndë, për pak e lidhim edhe zotin Mahmudit, të cilën e kemi direkt. Cilën e keni atë momentin më të rëndë, shkurtimisht, Zeqiri? Unë po e tregoj një rast kur me datën 22 maj, kur na vron te fusha sportit dhe aty ekem dhe këshirëshim ku më pështuë, ka qenë një burgosër i vram, edhe të gjujtë snajperat, na u dashke mu më shef, edhe unë jam shef pas njërit vram që ka qenë një burgosër. Veç me pështu, ashtu kanë vepru edhe shumica, se u dashke dikon mu më shef, dhe gardiant, ata që ishin në për pika vrojtuse, në për karakolle, e që gjuanin me snajper, e kanë vra të burgosër në vrar, e kanë vra dhe njëherë, që e plëm me marë dhe mu. Kjo ka qenë një rast i ronë që dashke mu shef pas njerëzve, deko në unë atër, kam qenë 23 vjeqor, që ka qenë shumë rëndë për mu dhe për disa të tjerë që ka qenë periuda të vështira me pa njerëz ku foma me ik edhe mu shef pas tyne. Ato kanë qenë pamje që i kemi përjetu me datën 22 maj dhe me datën 23 maj,